Sa po përmbyllëm një mbledhje koordinimi në Komitetin e Emergjencave të Florës, në drejtimin e prefektës sekretare të pasurisë dhe në prezencën e forcave armatosura dhe të emergjencave civile. Kemi bërë planin e masave, sidomos për tre fshatrat kryesorë që kanë rrezik shpërndar në këto momente në Komunitetin e Vjosës, Fitore, Vishan dhe Novosek, dhe së bashku me kryeplejqët dhe institucionet qendrore dhe drejtoritë rajonale kemi rakorduar skuadrat që duhet të dislokohen në terren minier, qoftë nga pikpamja e ofrimit të shërbimeve parësore, shërbimeve shëndetësore, si kundër dhe mjetet ekskavator fadroma që janë dislokuar në terren për të frenuar për aq sa mundemi në këto momente, siç e dini kotat maksimale janë arritur të Vjosës në këto momente dhe na duhet patjetër që të sigurojmë mbarvajtjen dhe të ofrojmë të gjithë mbështetjen e nevojshme për banorët e zonës, siç e kemi bërë gjatë kësaj periudhe.